Edhe, po që më duhet mu qa bëjnë brënda vetes vetë, më ke pa në erës flasë qa bëjt brënda pësës, asi erës, më intereson. Unë kam detyrë interesi publik, më zotri. Interesi publik janë buxheti shtetit, parlamenti. Po. Ashtu, nëse ata i përcjellin nga parlamenti dhe i përjashtojnë sa herë duhet merret në vendimi i rëndësishëm, për çfarë ti akuzojnë të opozitës? Hajde, ta marrim se mirë korreshin ta rrafim. E marrim, me rrafim po do ti. Por nuk është ai thelbi. E përshëndesim zotrin, ndërkohë do doja të ndiqnin disa pamje shqetësuese. Adriatik Lapaj gjatë natës në fakt është sulmuar nga policia dhe gjatë përleshjeve është goditur apo e ka goditur si efekt ansor një bombë gazi. Këtë është ende e paqartë dinamika, po dim që gjatë natës ka shkuar tek trauma pasi goditja ka qenë e rëndë dhe e dhunshme. Ti ndjekim këto pamje? Ka ndodhur gjatë mesnatës. Po. Nuk e di në fakt nëse kemi dhëna për gjendjen aktuale. Tani dim që ka komunikuar Lapaj më pas dhe ndërkohë ka vazhduar edhe aksioni i policisë për të shoqëruar të tjerë qytetarë mbështetës të lëvizjes së zotit Lapaj, partisë tani më për të qenë të saktë me termin. Këto janë momentet e shoqërimit të tij tek trauma ose ushtaraku, siç e themi ndryshe në zhargon. Nuk e di nëse është me audio kjo video regjet, lutem? Është pa audio në fakt. Po e tillë kam rritur në redaksi. Këto kanë qenë pamjet, por siç thash ka pasur një komunikim nga zoti Lapaj, ne më pas do të përpiqemi të kemi, të paktën kështu ka qenë planifikuar një lidhje drejt për drejt me të, nëse do të jetë në gjendje shëndetësore për të komunikuar, patjetër që do ta zhvillojmë një bisedë me zotin Lapaj. Në fakt, ky nuk ka qenë inkursioni i vetëm i policisë ditën e djeshme, ka pasur dhe gjatë ditës një përplasje të ashpër, gjatë protestës së palajmëruar të mesditës, por me sa duket, policia mund të ketë ngatruar një pjesë orarin dhe kanë shkuar edhe në mesnatë. Kanë parë ora 12 dhe kanë shkuar. Po në fakt ishin shumë, bëri shumë përshtypje, qindra, policë. Po, paqja, zakonisht për të mbrojtur kryeministrin. Dakor, ne do të vazhdojmë me telefonat tjetër. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Uli zonë televizorit, lutem. Po, mirëmëngjes, zoti Savja. Jepi. Po, sa më thanë para të. Të tonat që i thonë 99% të tashmitakur 100%, por sërsia që njëri të pinë e vetë. Në bjellë e pinë e vetë. Por po ka shkuar në 100% në poshtërsi që ka bërë këti popullit, mërë. Okej. Po si mund të thotë popull nga dyranë, mërë. Ato socialista më pa shkotin, mërë, por për një njëri që me e bërë me e bërë shokë, në gjithë të poshtërsi po në të ebani. Po të drejtë socialista e zë marrin e tek. E janë stimuluar. Po si më mundërot që si vetë me syjë më ose të